Problemet e hasura së fundi me tekstet shkollore për profesorin Shezai Rokaj kanë vetëm 2 përgjegjës, shtëpinë botuese dhe komisionin e ngritur në Ministrinë e Arsimit. Për Rokaj, reforma që duhet ndërmarrë është kufizimi i numrit të teksteve në 2 ose 3 për një lëndë të caktuar, nëse do të vijohet me altertekstin dhe të eksperimentohet me tekstet, duke zhvilluar një debat publik i cili të zgjas mbi një vit. 2 janë aktorët ku ka qaluar, qofse ne do të gjejmë fajtor është i pari është shtëpia botuese, që e ka prodhuar këtë tekst me autorët përkatës, dhe e dyta është Ministria e Arsimit, e cila ka ngritur një komision, s'mund të ketë tekst pa u eksperimentuar të paktën një vit në shkollë. Për Shezai Rokaj, si autor librash, problemet e hasura duhet të rregullohen duke nisur me tërheqjen nga tregu dhe plotësimin me faqet e korrektuara. Gjëja e parë që duhet bëjnë që të gjithë shtëpitë botuese, Ministria e Arsimit, të kërkojnë ndjes për këtë që ka ndodhur dhe të mbarë përgjegjësinë që i takon, duke rregulluar fillimisht me një fletushk aty ku kanë ndodhur probleme dhe të dërgohen në shkollat, dhe duke ndërmarrë një reformë gjatë gjithë këtij viti ku të filloj gradualisht të futen gjërat në sistem. Ata që do të vënë firmën që ky tekst bën për shkollën, duhet të vijnë përballë një përgjegjësie, ta themi kështu, deri në penale. Nga konstatimet e tij, ai paralajmëron se ka probleme edhe më të rënda se ato që janë shfaqur këto ditë. Po ka probleme edhe më të rëndësishme, për shembull, mënyra se si ne në tekstet tona shfaqim imazhin e fqinjit, se si ne edukojmë fëmijën në një botë globale, të pranisë së tjetër, të imazhit të tjetrit. Kosova është shqiptare, është Shqipëri, nuk janë pyetje këto që bëhen. Profesor Shezai Rokaj deklaron se alterteksti ka probleme pasi është kthyer si çdo mall në treg.